kushtetuese thot shprehmisht, kur gjatë votimit votat ndahen në mënyrë të barabartë, ose në atë mënyrë që asnjë përfundim i çështjes nuk votohet me shumicën e kërkuar, gjykata kushtetuese vendos refuzimin e kërkesës. Refuzimi nuk përbën pengesë që kërkuesi të riparaqesë kërkesën në rast se krijohen kushtet për formimin e shumicës së kërkuar. Çdo jurist këtë interpreton, këtu nuk kemi vendim. Kemi një rrëzim kërkese dhe nuk kemi një vendim të arsyetuar për të treguar që do të ecësh këtej apo do të ecësh andej. Dhe kjo nuk mbetet vetëm tek ynen, po fakti që gjykata kushtetuese kemi nenin 72 të këtij ligji ku shprehet për vendimin, nenin 73 ku tregon fuqinë e vendimit dhe pastaj vjen 74 refuzimi, tregon që këtu nuk kemi vendim në interpretim dialektik të neneve të këtij ligji, ne nuk kemi vendim dhe nuk kemi se si të zbatojmë, po themi t'i quajmë detyruese arsyetimet e njërës katëshe apo të njërës katëshe tjetër.